Emisioni Jetë o Jetë me Ton Zogjanin për krahët nga Top Store, Dyba Metal, Rimida, Agrion, Corona Dent dhe Spitali Lindja. Mirë mbrëma, miq, po takohemi përsëri në emisionin Jetë o Jetë, e ngjarje pas ngjarje, zhvillim pas zhvillimi, Kosova jonë le që po na çudit neve, po është ka çudit. Po në këtë spektrin që neve na kanë mbështetur ndihmu për me ardhur në këtë pozitë që jemi sot. Nuk e di çka jem të bë, po tamam nuk është hyra kërkujt kur gjë. I dhënushëm jem këtë, veç zgjedhje dojmë me shku, çmimet e kanë marrë malin, gjithë çka është trajt, rryma është trajt, dikujna pironohet, dikujna piletsohet. Na po provojna edhe pjesën e pozitës, të cilët janë nëpër pozita, me i ftu e me diskutu, është vështirë me kontaktu, është vështirë me i pru në studio, është vështirë me i ballafaqu e me i shtëru ato të cilat na kanë premtu që kanë me realizu kur të vinë në pushtet. Kanë thonë që rryma ku me konë ma lirë, u bë ma shtrejt, nuk e di, nashta lufta në Ukrainë, nashta nafta në Hormuz, gjithë shka një dhëmë me shku me nëzirë të doktori u shtrejtu, sepse u mshel në ngushtica Hormuzit. Gjithë shka lidhet me naft, me naft. Sonte e kom ftu një mysafir vërdet special, që ka thonë jashtëzakonisht kontribut për me konë atë lirë sot këto, edhe përveç që e kom ftu me shumë qef e knatësi, po edhe me falenderu se s'e kam njoftë për para, edhe live për këtë që ka bo për neve, që sot jem të lirë, edhe ballafaqohemi me një realitet të ri, po që ky realitet ka njerë mu ballafaqohu edhe ka kuptim. Me mu sot është Elmi Reqica, është deputet i Kuvendit Kosovës, tashme që vendi ka shku në zgjedhje, është ish deputet, po me gjallë do t'jetë prap deputet. Zoti Reqica, mirë se erdhe. Faleminderit zoti Zogjani, është derdhë kënaqësi që t'jemi bashkë këtë bashkëbisedim, pavarësisht që e thatë edhe ju njimi tash të rishta së shpejti, po megjithatë muhabeti na ka ecë nga takimi i parë. Kështu që faleminderit për ftesën dhe kënaqësia është e imja. Faleminderit edhe për kohën. Unë kur ri me njerëz që kanë dhënë kontribut dhe nuk e kanë kursy as veten për me pa këtë vend të lirë e duke lullëzu, nashta edhe kur e artikuloj pyetjen e artikuloj me shumë kujdes, sepse me juve të pakten gjeneratën e juj që keni dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, vërtet do të kem kujdes. Tani të kthehemi te proceset të cilat ne po i kalojmë edhe si Kosovë, edhe si shtet, edhe si leadership. Procesi Hagës, kjo është gjëja më e rëndësishme sepse është aktualitet. Ishte para përcaktuar që me datën 19 maj me u dhënë vendimi për krerët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës dhe si duket është shty për në korrik me datën 20 korrik. Si e ke pa këtë proces që shkoj që 6 vite edhe forma se si u bë? Ju e dini dhe opinioni e din që gjykatën ose zyrat e specializuara dhe zyrën e prokurorit special i ka votuar Parlamenti i Kosovës. Dhe në për ato peripeti çfarë ne kem kaluar atëherë, dhe nga insistimet që kanë qenë të partnerëve ndërkombëtar, ne kem pasën një mundësi, një dilemë. Ta duam veten, ta shpëtojmë veten, apo ta duam shtetin dhe ta shpëtojmë shtetin. Dhe ne kem vendos në favor të shtetit. Për atë arsye kur ka dilema, dhe ju e dini që ka dilema shpesh edhe hipokrite, edhe tendencioze, e kemi votuar ju. E kemi votuar se e kemi dashur këtë vend. Dhe le të kemi pas, mos ta votojmë. Bile sa të kujtohet, besoj të kujtohet që njerë edhe ka dështu votimi. Pastaj është rikthyer edhe një herë. Mirë po liderët në këtë rast, dhe Hashim Thaçi edhe Kadri Veseli dhe të tjerët, prioritet e kanë pas këtë shtet dhe këtë vend. Mirë po, votimi
ka qenë faktikisht i domosdoshëm dhe ka qenë në interes të vendit. Po, megjithatë, më duhet të them që kur është votuar gjykata speciale, ta quajmë si që është edhe zhargoni i përditshëm i komunikimit për atë institucion, nuk ka qenë ashtu çfarë ka ndodhur dhe çfarë procesi është zhvilluar. Sepse atëherë është thënë, nuk do të ketë përgjegjësi komanduese, nuk do të ketë përgjegjësi kolektive, do të ketë përgjegjësi individuale. Eventualisht, nëse aksili person e ka kryer një krim, do të përgjigjet ai individualisht. Që t'jemi korrekt deri në fund, këtë ideja dhe zanafilla është për transplant organesh. Absolutisht. Kjo është baza me cilën raporti i Dick Martit, absolutisht. Ishtë senatori Dick Marti që u djeg në fer atje ku është, po më lejohet me bo këtë lutje për të. Si proces ka fillu për transplant organesh dhe ajo që në fillet e para ka ra si pikë. Në hetimet paraprake, kur janë bërë, thotë ka ra si teori, jo si argument, po vetëm si teori që ka qenë e pamundur, dhe pastaj pas hetimeve, hulumtimeve, në krejt pjesën e regionit të Ballkanit, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe në Serbi, në Malzi, në gjitha vendet, thotë ka ra poshtë, ka qenë e pavërtet. Dhe insistimi ka qenë në vazhdimsi. Mirë po, votimi i tij përmes një rezolutë në Këshillin e Evropës, pastaj ka rrit presionin te ne për ta votuar, për ta krijuar atë gjykatë për ta votuar. Dhe po t'ishte një vlerësim real, dhe po t'ishte i argumentuar si vlerësim, kjo gjykatë nuk duhet të krijuaj fare. Po unë thash për atë pjesën e dytë, që pasi ka si kërkesë dhe si domosdoshmëri, ka ndodhur ajo dhe kur është diskutuar për ta votuar, kanë qenë këto fakte, këto argumente dhe këto qëndrime. Tash, kur i analizojmë jo vetëm avokatët, jo mbrojtjen e liderëve tonë, po kur ti analizojsh edhe opinionet, qëndrimet, analizat, institucioneve të pavarura, që është ombuds personi dhe të tjerët, dhe ekspert të tjerë, e sheh që atje ka shkelje masive të drejtave të njeriut. Dhe ne, tash si popull, si qytetar këtij shteti, po veçanërisht ata që janë duke u ballafaquar atje në Hagë, që kanë qenë pjesë ballore e një angazhimi duke sakrifikuar dhe rrezikuar çdo gjë për të mos u shkelur, kjo është nonsensi, të drejtat e njeriut, dhe të drejtat kombëtare, edhe civile, tash të ballafaqohen pikërisht me atë dhe po e ritheksojnë njerë masivisht, ka shkelje masive, duke ju pamundsuar edhe gjërat më elementare që do duhet t'i gëzoj një qenie njerëzore, sepse me gjitha ligjet dhe me konventin e OKB-s njerëzit lindin të lirë dhe do duhet të trajtohen si të tillë. Kjo është ajo shtesë, mund ta shtoj atë, që është dëshmuar në për gjithë procesin, ajo çfarë është pa, dhe ajo çfarë është dëshmuar, që angazhimi ballor për të ndryshuar kohën, trasen, e kësaj gjykate ka qenë Serbia si shtet, dhe dezinformacionet e shtetit serb, gjitha institucioneve të shtetit serb. Dhe këte si argument, po rikthehemi te senatori Dick Marti, e ka dëshmuar edhe ambasadori serb i asaj kohe që ja ka dhënë ato dezinformacione në Zvicër. Dhe kjo ka filluar në atë formë dhe kemi ardhur deri këtu në përfundim. Tash janë kryer të gjitha ato procese, procedura që kanë qenë të parapara me ligj, janë të kaluar të gjitha afatet kohore, të gjitha, po e ritheksoj, që nuk ka ndodhur as në gjykimet më masive, as në gjykimet me pasoja shumë të rënda dhe me argumente dhe fakte për shkeljet, edhe për krimet mund ta themi, edhe deri në gjenocid, nuk kanë pas një afat të tillë të tezgjatur dhe kufizime të tilla. Kjo nuk është asnjëherë e njohur në historinë jo evropiane, po edhe më gjatë. Dhe tash ka mbetur që trupi gjykues
që pse ne nga njeri nga të rojme që veç janë balafaquar, gjykimi nuk është dënim. Fjala dënim është për ta dënuar, ndërsa fjala gjykim është për të gjykuar. Ata tash janë duke gjykuar dhe kanë me gjykuar bazë të fakteve dhe argumenteve që i kanë prezentuar palët, pale akuzës dhe pale e mbrojtjes, zbashku me liderët tonë. Dhe unë besoj gjykimi do t'jetë i drejtë dhe atë gjykimi, pavarësisht që do të mirët në korrekt, me gjithë korrekt, do t'jetë besoj fuqishëm atë gjykim lirues, sepse është të dëshmuar gjatë tërkohës, gjatë gjithë procesit, jo vetëm nga pala e mbrojtjes, jo vetëm nga liderët tonë, po dhe palët e panshme që kanë qenë pjesë aktive, pjesë domethënëse, pjesë vendimarse e atyre proceseve, që nga generali Vesti Qark, sekretari James Rubin, dim sekretari James Rubin dhe të gjithë të tjerët, e kanë dëshmuar, dy çështje janë, atje shumë të rëndësishme dhe përmbajtësore, që akuza ka qenë, UÇK-ja ka qenë një ndërmarrje për bashkët kriminale. Krejt këta zyrtarë të lartë, sepse këta nuk flasin emën tyre, edhe para se me arë kanë kaluar në për filtrat e shteteve tyre, në për institucionet e shteteve tyre, e kanë dëshmuar që janë bërë hetimet të nivelit më të lartë, të institucioneve më të përgjegjshme, të institucioneve që mirën me parandalimin e së keqes, po edhe me analiza për të orientuar të mirën, për të dhënë kahje, që UÇK-ja, ushtria çmimtare e Kosovës, ka qenë ushtri çmimtare. Sakt. Dhe së dyti, nëse më lejohet. Po, patjetër. Thot akuza tjetër është që ka pas UÇK-ja sistem komandues. Të gjithë këta pa përjashtim që kanë dëshmuar, e kanë argumentuar që UÇK-ja është edhe me analiza të historianëve, politikanëve, të njerëzve të niveleve më të larta, shkencore, që është guerilja që është zhvilluar më së shpejti deri në ushtri, por nuk ka pas kohë të ketë një sistem komandues. Për shkak lëkurës e Leopardit, siç i kemi pasni, këtu forcat e UÇK-s, pastaj forcat serbe, pastaj UÇK-ja, pastaj forcat serbe, dhe s'ka pas mundësi komunikimi as fizik. Edhe këte e kanë dëshmuar që nuk ka qenë e vërtetë reale. Dhe kjo, mendoj, e dëshmon që ata duhet të shpallen të pafajshëm në të gjitha pikat e akuzës, dhe besoj që do ndodhë kjo. Shpresoj dhe lutemi çdo ditë që ata mas pari të kthehen familjeve të tyre, që ju mungojnë atë shumë, po edhe neve, sepse, që ata është keni fillim, mos përsëritna, kanë dhënë kontribut pashëq. Si po e shekit zhvillimin politik në Kosovë, jo vini nga rajoni i Ferizajit edhe Ferizaj është një komunë që është zhvillu hovshëm. Që diskutuam edhe para se mi fillua emisionin, kur ti ki nevoj me blej diçka e sun gjenë kënej, tu a diçka po shkrejnë Ferizaj. Edhe në Ferizaj sa glam e gjenë. U zhvillu hovshëm edhe aktualisht qeverisët nga Partia Demokratike. Po është një fakt interesant, ju mirë dilni në zgjedhjet lokale, po nuk qëndroni mirë në zgjedhjet në nivel të përgjithshëm, në zgjedhjet qendrore. Çka është ky fenomen? Çka ndodh? Janë po të njëjtë njerëz që kënej dilni mirë edhe kur dilni nuk dilni mirë. Ky Ferizaj është një shembull i mirë qeverisjes. Është një shembull i vendimarrjes së mirë. Është një shembull i atyre që janë në kryet e Ferizaj dhe të gjithë neve që i mbështesim ata. Sot ndryshimin Ferizaj, so më them edhe para 2008-ës Ferizaj ka pas kryetar. Mirë po, Ferizaj në 2007-2008 ka qenë në ranglistën e komunave të Kosovës i 13 me radhë, për nga investimet, për nga zhvillimet biznesore, për nga mirëqenia sociale, për nga punësimet dhe shumë çka tjetër. Dhe me ardhin e PDK-s në pushtet, gjithësisht zotit Bajrur Xhemajli, që e ka filluar me një hav, me një angazhim të jashtëzakonshëm në ndryshimin, dhe për 2 mandate, i cili njeri u ka ndërprej në gjysmë për shkak një aksidenti komunikacioni,
E ka vazhduar pastaj zoti Agim Aliu, që është sot kryetar shembull, jo vetëm për regionin e Ferizajt, por për të gjithë Kosovën, për mirë qeverisje dhe për një kryetar që ka ide dhe din ato ide ti materializoj. Normal e ka pas mbështetjen tonë gjithmonë, e ka pas mbështetjen edhe time personale, që të dy, e kanë pas kur kem pas faktikisht në mundësi edhe qeverisë qendrore, dhe aktualisht këto 6 vitet e fundit, faktikisht qeveria qendrore që nxjerr probleme të lashe. Nuk ka projekte të reja, po ka projekte të cilat janë bllokuar. Kanë filluar të shkove të Cilat për shembull, ka ne konkretisht? Po, për shembull, çfarë ka ndodhur me spitalin e Ferizajt? Spitali i Ferizajt është një odisejad, realisht. Dhe ka filluar në periudhë. Është shumë interesant edhe për ju edhe për dëgjuesit që ne s'kem pas spital në Ferizaj para luftës. Kanë pas 6 qendra tjera, po Ferizaj jo. Ka pas edhe Gjilani. Dhe ne spitalin ushtarak të zonës operative të Nerodimës, të plagosurit ushtar dhe civil, i kemi pas në një shpellë në Topil, komunë Shtimes është. Ka qenë një spital që edhe sot, po të shkosh ta vizitosh, ka qenë shumë mirë i rregulluar, me një vend dhe një pozitë shumë gjeostrategjike, që asnjëherë forcat serbe nuk kanë mund ta identifikojnë që është ai spital. Dhe ata të plagosur, ushtarë dhe civil, i kemi zbrit në Ferizaj dhe kemi themelu spitalin e Ferizaj. Pastaj kemi pas një betej me UNMIK-un, sepse UNMIK-u e ka njohur vetëm organizimin çfarë ka lënë Serbia. A në kohë të Miloševićit, Ferizaj nuk ka qenë në region vete. Ka qenë, do të thotë, nën një farë mënyre administrimin e Gjilanit. Mos them nën tutelën, se nën tutelë kemi qenë si Kosovë. Po, nën administrimin e Gjilanit. Dhe UNMIK-u nuk e ka njohur. Pastaj ne me komandantin, generalin e Bonstilit, generalin amerikan, dhe të ndjerin shefin e zyrës amerikane, Larry Rossin, së bashku me Besim Hoxhën, atëherë ka qenë drejtori i spitalit, dhe sot është në Amerikë në ushtron profesionin e tij. Bile ta bëj një digresion, kur ka ndodhur lufta në Irak dhe Afganistan, ai një pjesë të doktorëve, kirurgëve të luftës, ju ka marrë ligjërata çfarë mënyrë ne kemi vënë operacione, çfarë mënyrë kanë bërë doktorët. Thotë aq kanë qenë të avancuar me mjete me të gjitha. Dhe pastaj kemi nxjerrë, kemi bërë spitale regional, pastaj pas shpalljes pavarësisë, normal që përveç Prishtinës, Mitrovicës, Pejës, Gjakovës, Gjilanit dhe Prizrenit, edhe Ferizajt i ka taku tjetë region vete, dhe kemi fillu me 2017 me 15 qershor, kur është dita e spitalit, që ajo ditë është kur i kemi marrë atë plagosët dhe kemi sjellë në Ferizaj, 99, vitin 2017 kemi fillu spitalin. Ka qenë kryeministër zoti Haradinaj, kryetar i koalicionit fitues ka qenë zoti Veseli, ministër ka qenë ish nëziz zoti Uran Ismaili. E kemi fillu ndërtimin e spitalit dhe ka ecë spitali. Pastaj, kur kanë bërë ndryshimet politike, spari me atë koalicionin që e kanë quajtur të shpresës, i viti 2019, që din partneriteti mes VTD-s dhe LDK-s, që ka dalë një farë partneriteti koalicionit më zhgënjyesi, që ka pas ndarje me njerë, dhe ka vazhduar më tutje të blokohet. Sfundi është debloku, po shpresoj që do të përfundohet, po 6 vite. Edhe 6 vite? Do të thotë 6 vite kanë qenë i bllokuar. 6 vite kanë bllokuar. Është parashit spaku, sa ka mund informacion mbrana afatit të 3 vjeçar të përmbyllet. Asnjë arsye e qëndrueshme, sepse dezinformacionet kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha. Sa është thënë që e ka mbulu uji, sa është thënë që ka sharru në tokë, sa është thënë që do duhej të shkatërrohej tërësisht. Gjithçka. Tash me do ndërhyrje të vogla ka vazhdu, po shpresoj që nuk do të ketë më, dhe besoj që edhe ata që kanë qenë pengesë nuk do të kenë as mundësi të pengojnë, sepse nuk ta kenë rastin të marrin vendime, as për spitalin dhe as për asgjë tjetër, dhe është një institucion shëndetësor që është
shëndetësia është prioritet çdo kohë në botë. Do të përmbyllet dhe do të jetë në funksion të gjithë qytetarëve, sepse neve nuk na shuan balla jemi kësaj partie ose asaj partie kur të shkojmë në spital. Po, e vërtet është edhe dum ta drejtoni pyetje jo si politikan, po si njeri që e keni dashur shumë çlirimin e këtij vendi. Ka njëherë kështu heqe veten nga petku politik, a mendon që politikan në Kosovë fort beja kanë noti këtij populli? S'po të pyes si politikan. Kur nalesh e sheh, nuk je ka i bën luks, spital mu mjeku, me shku të doktori. Sakt. Është një drejt themelore, po nuk ka rëndësia PDK-ja, LDK-ja, vetëvendosja. E mas kësaj, në thonë, veçinati, se ty bën ka tjetër. është e çuditshme. Është nonsens, vërtet është e çuditshme. Unë kam pas rastin me bisedu me shumë nga ata që janë pjesë politike asaj ku unë jam. Thonë, mirë, ti je sot në pushtet. Ti ke me preshiritin, ti ke me dalë me fol. Kryetari i komunës vjen veç për shkak që janë territor të Ferizaj. Është procedurë. Absolutisht, ti ke të gjitha. Këtë benefitet. Po pse s'po e përmbyll? Për çka s'po e përmbyll? Çka po të pengon? Dhe tash te çfarë më pyetet ju. Vërtet është vështirë me marrë një përfundim logjik. Këto veprime tërësisht alogjike, tërësisht pakuptueshme, tërësisht iracionale dhe tërësisht të damshme. Si mundet një njeri, koncepti im është, se cili edhe ti në shkojnë ty në qytetarëve që me kënaqësi e shikojnë këtë emision, këtë intervistë. Edhe unë jam shërbim qytetarëve, që jam përfaqësues i tyre dhe kërkojmë mbështetje për i tyre. Po edhe ata që janë ministra, që janë kryetarë komunash, që janë njerëz, janë dhe duhet jenë në shërbim qytetarëve, në shërbim të së mirës. Dhe kur është një moment, kur është një fakt, një argument, si që është përmbyllja e ndërtimit dhe vurja në funksion e një spitali, do duhet jenë shumë në favor të asaj që ai të hapet, jo të pengohet. Unë kam bërë pyetje parlamentare pe kryeministrit e dy ministrave të shëndetësisë. Në atë kohë kur kam bërë pyetje, kryeministri Albin Kurti e ka kriju një komitet të shëndetësisë dhe e ka pasivizuar punën dhe angazhimin ja ka marrë kompetencën ministrit të shëndetësisë. Okej, tash i kryen punë kryeministri apo? Po atëherë ka qenë. Atëherë. Okej. Dhe Rifat Latifi ka qenë prurje e një kuadri prej Shtetit Bashkuar të Amerikës e ka zyrtarisht ka qenë kjo. Do thotë në kohën kur unë parashtroja pyetje, pse nuk po vazhdon së ndërtuar spitali Ferizaj. Cila ishte përgjigjja? Përgjigjja ishte kemi ministri i shkret. Ai vetë fakti që e kishin lënë pa kompetenca dhe Albin Kurti si kryeminist kishte krijuar një komitet të shëndetësisë dhe ishte vënë krye, ai ishte qartë, që një fanyrë se bën sapas te asush. Dhe ai spitet fare. Ai angazhoi fakultetin e ndërtimtarisë për ta bënë një studim fizibiliteti, u krye studim fizibiliteti, nuk vazhdoi ndërtimi i spitalit. Çata kanë erë po mendoj që ne kanë notë. Me të drejtë nuk ka logjik tjetër. Nuk është marrë përfundim tjetër. Hajde ke një notë politike. Nuk ke vizion. Nuk je duke pa për te asaj që po vrejet. Thotë, s'po ku mendo për vete. Je përgjegjës. Je në kryet institucionit, qeverisë, ministrisë. Te bre keme përfitu ato benefite janë tua. Shqyqër që se këni pas që të natë në luftë, se jo me fitu luftën kërna. Lufta është ma ndryshe, që është dëshmu se është keq për të thënë, po është dëshmuar që në procesin e Hagës, se sa vizionar kanë qenë liderët e luftës, që kanë qenë liderët paqes. Thotë kohën, kur s'kem pas as ministri, kur s'kem pas as ambasada, kur s'kem pas mundësi të kufizuar komunikimi me telefon,
ke marrë vendimet më të rëndësishme në interes të vendit. Kemi ditë më organizu. Më organizu dhe me marrë vendime, me u koordinu, me bashkëpunu, me qenë pragmatik, me qendrat e vendimarrjes. Tash të i pas tëna? Tash, faktisht, kemi qenë 4 vite në masa, ose kemi qenë në sanksione. Tani jemi në një proces zgjedhor. Tash flitet shumë për zgjedhje, diskutohet shumë për zgjedhje. Kjo 45-10 fushat, kështu jo zyrtarisht edhe 10 janë fushat, nis politika me dasht popullin, kthehet te populli, ju fol fjalë të mira. Çu shpeshek këtë gjë? A janë vërtet këto zgjedhje për një me, a janë do zgjedhje që kanë me orë ka 10 orë, ato kanë me konë ma për një me se qëto? Nëse më lejohet, veç në një projekt që ka përmenë. Po, pa tjetër. Për 1 minutë, sepse zërimi rrugës Prelez fshati vjetër. Po. Është një odisejad e gjatë dhe tash kanë riprojektu dhe ajo ka qenë kryet shumë herët me buxhet të shtetit Kosovës, tash o rrit kostaja për 2-3 fish, jemi duke paguar. A është kjo rruga për autostradës që të shpijen ka në Bibaj? Jo, ajo ajo që kyqet për autostradës Bibaj, po është rruga e vjetër. Okej, a rruga vjetër? Rruga vjetër është fshati Prelez, i muagjerme, Prelez i Jerlive, e tash është prej Prelezit Jerlive e deri te fshati vjetër atje. E kom qartë. E kom qartë. Dhe po dua ta theksoj një gjë, ai ka qenë dashur kryet herët, ka qenë dashur kryet me buxhet tonin Kosovës, sigurisht që janë kryer autostradat. Dhe ka qenë dashur realisht kostoja të jetë më e lirë. Ne prej vitit 2017, kur ka filluar projekti, është ndryshuar operatori ekonomik, të dim se ndryshuan operatorët ekonomik, pavarësisht që është kredije e IBRD-s Bergjet, dhe tash edhe kjo formë që përzgjedh si projekt ka shumë telashe. Njerëzit i kanë harruar që duhet me pagu kredi për 2017, që kanë pagu edhe ndëshkime, siç i themi në gjuhën popullore penalti, sepse e kanë zvarit projektin, mirë po kanë kriju situata shumë konfliktuoze me bizneset atje. Pa far nevoje, pa far arsye, ata kanë qu argumente, kanë prezentuar argumente, që do të duhej të nëzëm një rreth ku lidhet fshatrat Talinovci i muagjerve, Sazli dhe Pojat, pastaj Softaj, e kanë lënë, po e kanë e kanë zgjeruar rrethin shumë, duke ja marrë dhe duke i penguar atje një pranarit, përkundër se është edhe vetë eksperti i çështjes, ka prezantuar fakte, argumente dhe s'është lodh kusht të mirët me atë çështje. Bile ata kanë dorëzuar edhe padi në prokurim themelore dhe në speciale dhe kush është marrë deri tash me atë punë. Morët e ju mirë që pas kanë bërë rrethin këtu në Besin, një fshat ka shkon për Podjev, atje s'kan bërë as rreth as kalon heqë. Keq më keq, po. E keq që ju pak më e vogël. Mundodh atë rreth që kanë pas me ban Besi se kanë bë farë në Besi, po e kanë zgjeru këtë te Ferizati për damtuar edhe atje. Edhe këto. Për besë po është një protestë, edhe nuk e di. E kom vërejtë të thonë. Nuk e di, nuk mujta me kontaktu me dikon për me anomalia, kjo është ajo çfarë nuk ka projekte afatgjate, nuk studiuar. Kjo ma vërteton atë pyetjen të cilën e bona më herët. Vllai, ai kanë noti këta njerëz, po pse mos më na i loni një vend për me kalu? Mas pari vetes ja kanë noti. Po, pastaj edhe neve. Diçka është ka bëhet. Çështja e zgjedhjeve, çu nderuam na tash me këto zgjedhje 7 qershorit po bëhen faktikisht për një vit e ca muaj 4 parë zgjedhje kemi pas. Sa të shkurtit. Mirë, të 8 orë, 12 orë zgjedhje lokale, të 28 dhjetorit dhe tash të 7 qershorit. Një vend që Italia ka pas për para, tash është shumë stabile, sigurisht e mban mend. Çdo vit on rruga një qeveri, po ka qenë vend i zhvilluar ekonomikisht, mesin 7 vendeve të më zhvilluara. Kanë harruar kur e kanë datën e pavarësisë. Po, absolutisht po. Dhe thotë nuk ka ndikuar jo në jetën e përditshme. Tash zgjedhjet e vazhdueshme sigurisht që ndikojnë shumë keq. Edhe të qytetarët, te kostoja në radhë parë, te pasiguria që i krijohet, te dilemat që i krijohet se a mund ne të jemi aq stabil sa për të qeverisur një shtet.
Dhe fatkeqësisht ju e dini që kem pas gjithmonë porosi prej atyre më të vjetër si trashëgimi, që ma vështirë është me mbajt se sa me bë. E tash edhe tjetra që është e rënë. A do të dim ta mbajmë ato çfarë kemi krijuar. Tash fatkeqësisht janë ndryshim gjeneratash dhe ndryshim edhe personalitetesh. Ata që e kanë kriju, tash janë të penjanuar për vendimarrjes, ata që e kanë trashëgu, po marrin vendime të gabuara. Kur bëhet pyetja, i nderuar, pse shkuam zgjedhje? Po ju e dini me publikisht Albin Kurti e ka deklaruar në nëntor të vitit 2025. Do të mohen zgjedhjet në dhjetor, dhe qysh ka thonë Albini dhe ka ndodhur? Me 2 dhjetor të Kosova Presi e ka thonë këtë intervistë. Dhe do të kemi një palëgjedhje sepse do të dështoj zgjedhja e presidentit. Po kjo ke pyetja, a janë zgjedhje tranzitore për me mritë zgjedhjet të dhjetorit? Tash. Unë mendoj, tash varet se çu do të jetë faktikisht rezultati i zgjedhjeve dhe sa do të ketë faktikisht koordinim veçanërisht të partive që këto 2 mandate, po i vjen mandati i tretë kanë qenë në opozit. A do të ketë koordinim, bashkëpunim dhe vendimarrje për ta larguar një qeverisje të keqe, sepse është dëshmuar që qeverisja e Albin Kurtit, qeverisja e vetëvendosjes, sepse Albini po i bën gati 6 vite që udhëheq Kosovën, dhe ato vetë. Kryeministri më i gjatë që nga pas Më i gjatë, po më i damshëm. Dhe kur themi ne, tash kur flasim, te dhe unë, të tjerë mund të themi, qeveria me suksesshme. Ku janë sukseset? Po për shembull për mbështetësit e lëvizjes vetëvendosje thirrën për çlirimin e Veriut. Veriu mendoj që pjesa dërmuese atyre. Edhe pjesa dërmuese e elektoratit e ka këto vath në vesh, domethënë secilin debat që te e zhvillon, thotë po a din shkon Veriu. Nderum, që po e flasim shumë haptas. Po haptas për viç haptas se skem Spari dihet që ka dëshmor, policë dëshmor, që kanë rënë për ta vendosur kontrollin e jashtëm, kontrollin kufitar të Republikës Kosovës në veri. Në pikën edhe 31. Dhe kuadër të kësaj, vendimi ka qenë i kryeministit të atëhershëm Hashim Thaçi për ta realizuar aksionin e planifikuar. Nuk kanë qenë atëherë të huajt shumë dakord me atë çështje. Ju dini që drejtori i policisë ka dhënë ndërheqje pas atij operacioni, ose gjatë atij operacioni. Dhe është kry kjo faza. Pjesa tjetër ka qenë të jetë pjesë e marrëveshjes për përmbylljen e konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë, që duhet përfundojmë me njohje ndërsjellë. Dhe kjo kishte me qenë ajo e mira më e dukshme për shtetin e Kosovës dhe do të krijonte stabilitet dhe sigurisht që tash ne do të ishim shumë përpara në procesin e integrimit si në Bashkimin Evropian si në NATO. Dhe çfarë është zgjedh? O zgjedh kjo formë që ne e çliruam. Po ka qenë Veriu ka qenë i çliruar. Ka qenë i çliruar. Ka qenë i çliruar. Ka qenë proces, po të gjithë që kanë dashur të shkojnë në veri, prej cilës do pikë të Kosovës kanë shku. Në atë kohë, është e vërtet që ka pasë ndryshime, po jo që ka pasë çlirim. Dhe, hajde që e marrim, apo thuani që e keni çliru. S'është ashtu, po e themi. Sa prej atyre kanë shku në herën në veri që thonë e ka çliru Albini Veriun. Sa prej atyre? Jo, nështë nuk kanë shku, po ata janë kënaqur se e ka çliru. Po që u kry e ka çliru. Po ushtria shqiptare e Kosovës, liderët tanë, përfshi edhe unë si ushtari i UÇK-s, i kena çliru 10.000 kilometra katror. Pak modest. Si ushtari edhe 10.000 kilometra katror. Patje si ka për 1.000 kilometra katror, janë më shumë 1.000 10.000. Edhe s'perrejmë gjoksin.
Lutem. Po kjo është gabimi ju nashta dhe keni mësu për i vetëvendosjes që paketimi ose facilitimi këtë gjës e keni marrë si të mirë qenë, dhe më thonë po e kena shliru, po halki kur e shlirojnë kallëzojnë me zotë lartë. E jo nuk keni kallëzu. Ka një avancim, po nuk është përmbyll procesi i Kosovës i tërsi, po dhe i Veriut, përmbyllet kur Serbia të njeh si shtet dhe kur ti e njeh Serbinë. Pastaj organizimin e brendshëm e bën ti vetë. Po e theksoj edhe një herë, nuk është që s'ka pas avancime. Ka pas avancime se për shkak një angazhimi terrorist të organizuar në veri të Kosovës. Dhe normal që institucioneve ju ka dhënë të drejtën edhe bashkisë ndërkombëtare që me bë veprimet për ta parandaluar në të ardhmen ndonjë veprim të tillë. Dhe tash të kemi edhe një gjykim shkallës parë, që është me dënim me burg të përjetshëm, para ata që kanë bërë veprime të tilla. Mirë po, të thuhet që e ka çliru Veriu se institucionet kanë qenë atje. E pa thënë një njeri, do thotë i patum heq flamujt prej ndërtesave komunale, dhe unë thoja pse e hoqën flamurin e Serbinë e qendrën të Kosovës. Dhe pse flamuri i Serbisë ka qenë katin e parë, ata e ngritën katin e dytë. Thosha pse kanë bërë këtë punë? Sepse s'ishin të gatshëm me mbrojtën katin e parë, se shkon ja vek dikush. Po, e kanë vendosur më lart. Më lart. Kjo ka qenë. Dhe e dyta, thotë polist serb, komuniteti serb, edhe të tjerët, e kishin flamurin e Kosovës në uniformë. Dhe ka qenë më rëndësishme ata me flajt shtëpi tyre, me flamur të Kosovës, dhe me amblemen e shtetit Kosovës, se i kanë pasur të mëzdëshme. Apo me bën një formë, një improvizim, që pastaj pas zgjedhjeve 12 tetorit ata u rikthyen atje. Po na ikën shpejt koha, me dëshire kisha zgjat hala, po kushtet i ki të kufizume, shpejt të lutem, lëvizja vetëvendosje është e shqit në opinion që juve si PDK ja ka kërku 3 emra për president. Sa është e sakt shpejt edhe mënyra që ja ka kërku, a është e vërtet, sepse është ja paketu mirë në teren? Nuk është e vërtet. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, pas debateve të shumta në kryesi, në grup parlamentar dhe në Këshillin Drejtues të partisë, ka kërkuar që të mbahet një takim zyrtar, jo me mesazhe. Po. Në mes kryetarit të lëvizjes vetëvendosje, zotit Albin Kurti, dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, zotit Bredi Hamza. Dhe aty të diskutohet për modalitetet. Dhe kjo s'ka ndodhur kurrë. Domthonë është e pasakt. Kur nuk ka ndodhur një diçka e tillë. Ka kërkuar që të ftohet zyrtarisht, të ulet dhe në kërkesa tjetër që ka qenë. Kjo ka qenë para 5 marsit. Mas 5 marsit pastaj ka pas qëndrime tjera krejt. Ka pas qëndrime tjera. Që ti lejohet PDK-s, kur të ulemi në këtë formë, ti propozoj kandidatin dhe kundër kandidatin. Pse? Që ka ndodhi tash me atë votimin brenda lëvizjes vetëvendosje? Dha parë dhe tash të propozimeve të tyre. Me kandidatën e parë dhe kandidatën e parë, i murë 0 vota. Po, me Feridën edhe Hatixhin. Dhe çka, në kupton kjo? Thot kur s'keti besim që dikush t'i mban fjalët, kur s'keti besim që tash Albini është i njohur për mashtrues. Para 14 shkurtit 2021, njerëzit e kanë konsideruar Xhanifar Angjelli. Dhe tash është pa që është mashtruesi më i madh i mundshëm. Krejt çfarë ka deklaruar në karrierën e tij politike derisa ka ardhur 14 shkurtit 2021 dhe i ka fituar bindshëm zgjedhjet, o dëshmu që o mashtrues. Edhe një fakt, lutem nëse ban, te presidenti. Pse si ja vazhdoi mandatin, pse mbështeti Osmanin? Aja ka realizuar të gjitha, jo kërkesat, po edhe ëndrat e tij ja ka realizuar. Dhe është ky Albin Kurti që ka kontrabanduar deputetet PDK-s për të zgjedhur Vjosa Osmanin
Vitin 2021, a është kë? Si duket edhe e vjen nga ona juaj, Ferizajt. Po Ferizajt, Adelina Grainzën, ka hi vetë me te në salë, thët një deputete që ka fituar votat në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, ai e ka marrë një takim në zyrën sekrete që e kanë ata vetëvendosje që e kontrollon me të gjitha mjetët dhe Jona Mihajli, e kanë thirrë dhe e ka bind, vërtet ajo s'ka qenë e ka bind familjarët, agja i saj, se krejt kjo o zhvilluar në Shqipëri. Njëri nga ta që ka qenë pjesë e këtyre allëzhveresheve, sot është, ose ka qenë deputet i vetëvendosjes. Okej, atë vajzën ju e keni sjellë në PDK? Ajo ka ardhen përmes kryesisë. Normal që unë e kam mbështet, e ka ardhur përmes kryesisë të partisë, e ka kandidu, agja i saj, sepse ai në kohë të caktuar ka dalë prej një partije politike, ka ardhur në PDK. Dhe normal e ka propozu, ka qenë kuadër i ri, ka qenë listë e re dhe e ka votu kryesia dhe e kanë votu të gjithë. Tash nuk kemi marrë me ta, është qëndran aty, është pozicionu mirë në vetëvendosje, është apo? Po, vetëvendosje, ka qenë në këtë mandat, edhe sigurisht që kam me kandiduar mandatin tjetër. Nëse jem të kandidatët të kandidimet, a do të kandidosh prapë në të zgjedhje? Po, do të kandidoj. Ne kemi pas një takim të kryesisë të Degës, që jam edhe antari kryesisë Degës Partisë Demokratike të Kosovës në Ferizaj edhe në qendër këtu. E kemi pas një takim dhe ka qenë vullneti i gjithëve, edhe kryetari i Degës, edhe kryetari i komunës, po edhe kryesisë që unë të kandidoj edhe një herë. Kështu që jam pjesë e kandidaturës. Jeni pjesë e listës. Edhe një gjë për fund, në qoftë se vetëvendosja si fiton prapë 51% dhe varet për një partner koalicioni, po e du mendimin tënë, këtë individual jo të partisë, a mendon që do të më shku në qoftë se ju keni referu gjatë gjithë kohës Albin Kurti dhe vetëvendosja është të keqja këtij veni. A do të shkoni në koalicion me ta? Së pari unë nuk besoj që Albin Kurti dhe vetëvendosja mund të fitojnë zgjedhjet e 7 shkurtit, 7 qershorit. Nuk besoj. Sepse përkundër asaj, data nuk është 28 dhjetori, kur të gjithë qytetarët tanë ka do që janë apërbot vinë. Pa pas në një rezervë në raport me mërgjimtarët tanë. Po ta them një fakt. Kur, sot që sa i dënë vetëvendosja dhe Albin Kurti i mërgjimtarët tanë, kur është bo kryeministër, në vitin 2021, ka qenë i Ministri e Diasporës, ju e dini. Dhe qëfar ka bo? Albin Kurti ka shuat ministri. Qëtë shumë i dënë mërgjimtarët. Kur është bo më vonë plasim të shimi ligjit mbi zgjedhjet, unë e kam qenë një nga përfaqësuesit e PDK-s në atë komision ad hoc për reformën zgjedhore. Dhe kam propozuar që Kosova të ndahet në 9 zona zgjedhore. Një nga zonat, 7 regionet, pakicat, edhe një zonë ekskluzivisht për morgatën, për diasporën. A dikush kanë qenë kundër kësaj? Lëvizja vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje ta bi kur dush në emisionin e radhës Proces Verbalin. Patjetër që kena me diskutuar Proces Verbalin. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Unë nuk mendoj që është atmosferë në favor të vetëvendosjes dhe Albin Kurtit, sepse unë mendoj që s'ka vetëvendosje për veç Albin Kurti. Jo s'ka pas as qeveri, ka pas Albin Kurti. Dhe s'ka pas as kuvend. Qysh e interpretohet kur kryeministri s'ka bazë të kushtetutës dhe ligjeve, asnjë të drejtë, të mirët me zgjedhjen e kryeprokurorit shtetit, del në kuvend, thot mrapa kryetari i kuvendit, që i nis procedurat, nalt presidentja që e dekreton dhe thot ky njeri i blerimi suaj kur nuk do të bëhet kryeprokuror i shtetit. Kjo është suspendim i të gjitha organeve që dalin nga kushtetuta dhe shkelje flagrante kushtetuta, po njësisht shkelje e të gjitha praktikave që kanë ndodhur deri tash. Suspendim kjo bjen sikur se tentuan përgjigjen e presidentit pa qenë edhe të deputet prezent, është tamam një lloj grushteti.
Zotë Reqisa, unë të falenderoj pa fond që ke pjesë e emisionit, shpresoj që do të takohemi prapë edhe njerë para zgjedhjeve me i diskutu edhe ato të cilat të falen edhe mi shpjegu më nga dalë të gjitha ato që ju keni kalu e që vërtet në ashta nuk janë paketu, po e thëmë në formën e PR-it për një të regu njerëzve që vërtet janë këto të vërteta e ju ato që po silen rrëth e qarkë neve gjdo dit e gjdo qaste e gjdo orë. Faleminderit edhe njerë. Faleminderit juve. Për fond, unë mendoj që partitë opozitare që kanë qenë në këto 3 mandate nuk do të bëjnë gabimin e pas nënshkurtit. Unë mendoj nëse ne jemi unik, nëse jemi pragmatik, nëse jemi të vendosur, do të bëjmë ne qeverinë. Ma lejo me shtu edhe një gjarë në qovë se ju nuk bashkoheni mas në gjarëve të nënshkurtit rodhen si rodhen, unë më nuk besoj që ato që e thoni që Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosja është të keqja e vendit, tani e gjithë populli kanë me mendu që kjo është vesh një frazë, sa për të thënë. Unë besoj që do të përsëritet, plus ne po besojmë që do të vinë edhe ata burra liderët tanë, dhe besoj që do të jetë, spaku përzgjedhjen e presidentit do të jetë një atmosferë këtë ndryshe. Shpresojmë dhe besojmë. Faleminderit shumë edhe për kohën. Me shteme, shimin e emisionin tjetër.